Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë të madhen Zot xhallashanu, salavatet ja dërgojmë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paqja, shpëtimi, begatit, mirësitë të madhe të Zot xhallashanu gjithëherë qofshin mbi të, mbi familjen e tij ndershme, bujarë dhe visnike, mbi shokët e tij besnik, mbi të gjithë ata të cilët e trasuan dhe trasojnë rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam pas hapi deri në ditën e gjykimit. Mikosisht vëllezër dhe motra të nderuar dhe të nderuara, shfrytëzoj rastin t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, begatit, mirësitë e kësaj dynjaje dhe të botës tjetër qofshin mbi ju. Vëllezër dhe motra, një ndër shenjat e pranimit të muajit të agjërimit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili hadith interpretohet nga nana e besimtarëve, bashortja e tij Hazreti Aisha, thotë është shumimi i veprave të mira në vazhdimsi pas muajit Ramazanit. Ne siç e dimë, gjatë muajit Ramazanit jemi shumë më të urtë, shumë më të butë, shumë më të sjellshëm, shumë më të afruar mes vete, shumë më bujar, më solidar dhe zemrat tona ndjen dhimbje më tepër se sa para dhe pas Ramazanit. Prandaj, këtë dhimbje, këtë afërsi, këtë dashuri që e kemi gjatë muajit madhështor, muajit Ramazanit, ta vazhdojmë edhe më pas Ramazanit. Si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e tij profetik, men qame aw sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ثم أتبع ستة من شوال كأنه صام الدهر كله. صدق رسول الله فيما قال. Ai I cili e pret me padurim këtë muaj madhështor dhe shpreson në faljen e të madhit Zot xhallashanu, e agjeron, I delën çosh muajit Ramazanit dhe e pason me 6 Shevalit sikur se me agjeru tërkohën, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pikërisht e potencova këtë hadith profetik për arsye nëse ne agjerojmë gjatë tërë muajit, pse mos me përcjell këtë muaj të bekuar me 6 ditë të Shevalit kur kem nevojë ne për të madhin Zot, e Zoti xhallashanu nuk ka nevojë për ne. Inna Allaha ghaniyun anil alamin. Zoti është I pavarur nga krijesat e tij, ndërsa varësia jon është te krijuesi jon absolut. Pra, gjatë këtij muajit Ramazanit, ne po falim namaz, pse mos me pas lidhjen e fortë me të madhin Zot xhallashanu, krijuesin ton absolut, edhe pas përfundimit të muajit Ramazanit. 365 ditë I ka viti, pse ne për çdo ditë të Allahut subhanahu wa taala, kur Allah I madhreshëm po na mundson që ta kalojmë tër vitin, pse mos ta kalojmë në afërsi dhe në lidhje me të madhin Zot xhallashanu, që t'jemi të mëdhej para Allahut fuqiplot, t'jemi më të dashurit e tij, t'jemi më të privilegjuarit e tij. Allah I madhreshëm të na begatoj me mirësitë e kësaj bote nga ana e tij, të cilat janë të panumërta, edhe të presim shpërblime të mëdha në botën tjetër, në ditën e gjykimit. Prej pranimit apo shenjave të pranimit të muajit të bekuar është shtimi I veprave të mira pas përfundimit të muajit Ramazanit. Jemi fal, mos me braktis lidhjen me të madhin Allah, prap të falemi. Kemi fal namazin e taravive, pas Ramazanit ta falim namazin e natës. Kemi dhënë sadaka gjatë muajit Ramazanit, ta shtojmë sadakan edhe pas muajit Ramazanit, sepse Ramazani shkon, po Zoti krijuesi jon, I cili është I pa fillim dhe I pa mbarim, ai ekziston. Edhe Allah I madhreshëm do të na begatoj me mirësitë e tij të pafundme. Pra, prej veprave të mira dhe prej shenjave të pranimit të muajit të agjerimit, Ramazani Sherifit, është edhe leximi në vazhdimsi I Kur'anit famlar. Është lidhja farvisnore me të afërmit tonë, se kemi ardhur një kohë që kur njëherë më të distancuar mes vete s'kemi qenë, kur më të anashkaluar mes vete s'kemi qenë, kur më të larguar mes vetes kemi qenë. Prandaj e lut Allahun fuqiplot që të na afroj, e të na zbut zemrat tona dhe ta mbajmë lidhjen me të. Kur e mbajmë lidhjen me Allahun, krijuesin ton absolut,
do të mbojmë lidhjet edhe me të dashurit e tij, ata të cilët e besojnë, e dëgjojnë dhe urnat e tij munduan me zbatu në jetën e tyre të përditshme në këtë botë përkohshme dhe kalimtare. Prej shenjave të pranimit të Ramazanit është edhe ai vëlla apo motër që janë kthye në Ramazanin e kaluar, ose në këtë Ramazan, ose janë merr me gjësende të ndaluara për hatër të ardhjes të muaj bekuar, e kanë bë me tybe, kanë bë taube, pendim sinqert tek i madhi Allah xhalleshanu, edhe janë udhëzuar në rrugën e Zotit xhalleshanu, ma pas Ramazanit mos të kthehen në avazën e mëqëm, mirë po të vazhdojnë, kështu Allahu i don robërit e tij, i fal dhe janë prej shenjave të pranimit të agjërimit. Kemi shumë çka të potencojmë, mirë po shkurtimisht ne ta besojmë dhe ta adhurojmë Allahun fuqiplot, edhe pse vlera e adhurimeve në Ramazan është më e madhe se sa para dhe pas Ramazanit, mirë po Allah i madhreshëm do të na i pranoj këto të mira vepra të cilat janë përputhshmëri dhe pajtueshmëri me ligjin e Allahut fuqiplot, nëse i bojnë në vazhdimsi, e jo vetëm në Ramazan, prej Ramazanit Ramazan, ose prej Bajramit Bajram, ose prej namazit namaz, po gjithë herë të mbojmë lidhjen me të madhin Allah subhanahu wa taala, sepse Allah na ka kriju, Allah na ka begatu me të mirat e tij, po vazhdon jeta jonë sipërfaqen e tokës. Për këtë arsye të kërkojmë falje dhe istigfar, ashtu siç ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falje 70 ila 100 marra fi kulli yawm, 70 deri në 100 herë në ditje, e ne kush jemi përballë të dashurit Allahut dhe profetit tonë vulës së profecisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kemi nevojë shumë e më shumë. E lutë Allahun fuqiplot që agjërimin ton na e ketë pranuar dhe veprat tona që i kemi bë vetëm për hir të Allahut, jo për reklamacion ose që të na din njëri, sepse ato të cilat i bojnë për hir të Allahut xhalleshon na gjenden këtë dynjë edhe në botën tjetër. E Hazreti Isa thot alayhi salatu wasalam, ato deponohen atje ku nuk do të mrrin dhe nuk do të arrin dora e ndonjë grabëçari. E lutë Allahun fuqiplot që çdo besimtari musliman sipërfaqen tokës t'ja ketë pranuar agjërimin dhe veprat në përgjithësi që i ka bë për hir të krijuesit ti Allahut fuqiplot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.